Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për të gjithë juve që jeni të ri, unë jam Fationa dhe mos harroni të më shtypni një subscribe, bëni like videos dhe një share. Për të gjithë juve që jeni aty gjithmonë për mua, mos harroni të më shtypni subscribe-in, ta bëni dhe atë like-un, sepse më vonë do më thoni pastaj se s'ju kam bërë video, edhe që kam humbur. Shtypni dhe zilen që të merrni njoftimet. Sot do kem një video super speciale për juve. Do lexoj dhe do reagoj ndaj sekreteve që ju më keni dërguar. Të shohim një herë se çfarë keni thënë. Unë i kam parë disa dhe jam shokuar nga disa përgjigje, gjithsesi le të lexojmë. Këto sekrete ju më keni thënë në një ask që kam bërë unë anonim në Instagram. Instagramin tim e gjeni me jona.mema, mos harroni të më bëni follow. Sot është koha që ne t'i lexojmë të gjitha sekretet që ju më keni dërguar. Le të vazhdojmë me sekretin numër 1, e cila është: jam dashuruar me shokun e të dashurit tim dhe s'kam guxim t'i tregoj as kujt. Po kjo është një situatë shumë e rrezikshme. A të vazhdoj të jap këshilla apo të bëj sikur nuk e lexova këtë? Like. Nuk e di, është një situatë e pashpjegueshme. Si mund ta shpjegosh një situatë të tillë? Një pyetje është: pse po qëndron ti me të dashurin tënd? Kush është arsyeja? Pse? Ti je dashuruar tashmë, pse nuk ndahesh nga dashuria jote? Nuk e kuptoj, është një situatë që nuk arrit ta kuptoj, me vërtet. Kam një situatë tjetër që është komplet ndryshe dhe thot: kam gënjur në punë që isha sëmur, por në fakt shkova në plazh. Okej, këtë e bëjnë të gjithë në fakt, sidomos emigrantët, marrin leje se ka smur fisin në Shqipëri, edhe në fakt nuk është kjo ajo. Do të thënë, besoj që e kanë bërë, por shpresoj që shefi jot të mos e shohë këtë video dhe asnjë shef të mos e shohë këtë video. Këto sekrete janë 10 nga 10 dramatike, sepse unë kërkova drama këtë radhë. Po për ju, cili është sekreti më i çuditshëm që keni dëgjuar ndonjëherë, më lini një koment poshtë. Ne të më bëni subscribe edhe t'i bëni share kësaj videos, edhe të qeshni me shoqet e juaja të komentoni këto sekrete që po lexojnë sot. Okej, po flas fshehurazi me ishin e shoqes sime më të ngushtë. Wow! Girl! Çfarë po bën? Pse po e bën? Nuk e kuptoj, do me thënë, kam dëgjuar shumë raste të tilla, po nuk e kuptoj, do me thënë, si mund të dashurohesh ose si mund t'ja lejosh vetes që të marrësh ishin e shoqes tënde, ndërkohë që ai ish i shoqes tënde ka qenë i shoqes tënde, si mundesh ti ta prekësh, ta qafosh, ta puthësh, like a no for me. Një shoqëri toksike për mendimin tim. Këto duhet të jenë shkrime adoleshentesh, se nuk ka mundësi, do me thënë. I dashuri mendon se është i vetmi në jetën time, por ai nuk është. Okej, goca, pa ju gjykuar. Okej, prandaj janë dhe sekrete. Tham që nuk do ju gjykojmë. Okej, good luck, rrugtim të mbar. Okej? Kam ëndra të çuditshme për shefin tim dhe nuk di ç'të bëj. Thuja shefit, nëse je beqare, thuja shefit. Nëse të pëlqen shefi, thuja shefit. Kam pasur një aventurë me dikë që është në një lidhje. Po mirë, pse e ke bërë ti këtë gjë, për shembull? Të pëlqen? E kuptoj që të pëlqen. Po ai është i lidhur. Pra, ti duhet të kesh respekt për veten tënde si fillim dhe më pas për vajzën që ai ka në krah. Kjo është mendimi im. Më pëlqen dikush që nuk duhet, por nuk mund ta ndaloj veten time. Nëse ai është i martuar, nëse ai ka fëmijë, nëse ai është i lidhur, nëse ai nuk mund të jetë i joti asnjëherë, do të këshilloja të mos hyje në mes të familjes, edhe të prishen një çift, një familje apo sidoqoftë situata. Por nëse kjo çështje është thjesht familjarët e juaj që nuk i lejojnë dhe të dy jeni të lirë, unë do mendoja që pse jo të dilnit kundra gjithëve, për shkak se
pëlqimi, dashuria vjen para. Unë këtë mendim kam. Unë do dilja kundra gjithë botës për të pasur Albanin tim krah. Ushtira si kur më kishin vjedhur telefonin, por në fakt e shitëm për para. Kjo po që ishte një super sekret. Okej, good. Ke bu shumë mirë që e ke shitur, t'ja ndashur parat. Pse jo? Kam një tatuazh sekret që askush nuk e di. What? Ku e ke? Tani e disa kurioze u bëra unë. Më shkruanin privat me emër që të flasim. Hapuni me shoqnin, nuk ja them njeriu, do t'i mbaj vetëm unë. Pa merak. Tjetër është, prindrit e mi nuk e din se unë bashkëjetoj me të dashurin. Besoj se ti duhet të jesh një studente që nuk jeton në qytetin tënd, sepse po të jetoj në qytetin tënd nuk besoj se do ishe jashtë shtëpisë, po dhe po të jesh, s'ka asnjë gjë. Unë mendoj që prindrit duhet ta dinë këtë sekret, sepse si fillim, unë mendoj që duhet ta njohim mirë personin që do e kemi gjithë jetën. Nuk jam me asaj tradicionales. Një njeri njihet më mirë kur ti jeton me të. I shikon të metat dhe nuk jeni perfekt gjithë kohës. Bashkëjetesa është një gjë shumë e rëndësishme në ditët e sotshme dhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme që mami dhe babi ta dinë dhe ti të mos e bësh këtë gjë fshehurazi. Sepse duhet të kuptosh një herë edhe çfarë tendence ka djali me ty. Pra, ai me vërtet bashkëjeton, por ai është në dieni që prindrit e tu nuk e din dhe kur nuk i dihet, domethënë. E mira është dhe po bën shumë mirë që po bashkëjeton, sepse është shumë e rëndësishme që ti ta njohësh në dimensione të ndryshme personin që do kesh gjithë jetën krah që do jetë baba i fëmijëve tu. Edhe e kundërta që ti do jesh nëna e fëmijëve të atij. Një super sekret vjen tani dhe është kam puthur dikë në ditën e dasmës time. Okej. Po alo juve ta komentoni këtë. Unë nuk kam asnjë reagim, unë nuk po ju kuptoj fare pse martoheni, pse dashuroheni, pse i bëni këtë, apo ishte thjesht puthje për t'i thënë lam të mirë beqarisë. Okej, ke përcjell beqarin. Okej. Jam e dashuruar me mikun tim, por ai nuk e din. Okej, girl, është shumë normale që ti jesh e dashuruar. Unë mendoj që ti t'ia thuash atij. Dhe shpresoj që kjo miqësi mos të mbaroj, por kjo po të vret ty. Pra, nëse ti vazhdon këtë miqësi, kjo po të vret ty dhe është më mirë që o t'ja thuash edhe të vendose çfarë do fati, pra, sepse unë nuk e di se çfarë do thoshte ai tjetri, nuk e di qasjen e atij me ty dhe si të shikon ai ty, por sugjerimi im është t'ja thuash që o të ndani rrugët ose të vazhdoni një lidhje së bashku. Ushtira sikur isha smur për të mos shkuar në punë. Okej, kam shumë vite që s'kam shkuar në punë dhe mezi po presa të di që të vi, do me thënë që unë shkoj në punë, por nuk e di nëse do e bëja një gjë tillë, po pse jo? Nëse do kisha një angazhim me familjen, ose në një rast tjetër, ose për të dalë në kafe me një shoqe që me vërtet ja vlen ta lësh punën, dhe kryesorja nëse do paguaj dita e punës, po patjetër, pse jo të mos e bëja, do me thënë. Gjithë e kanë bërë njërin jetën e tyre. Nëse kjo video merr shumë shikime, e kalon 10.000 brenda javës, unë do të bëj një video tjetër part 2 me sekreta anonime, do mundohem të googloj nëse mundem t'i bëj në YouTube. Pra që t'ua bëj dhe ju gocave të YouTube-it dhe t'ju përfshi dhe juve, sepse kam goca që nuk kanë Instagram edhe fatkeqësisht nuk i përfshi dot ato goca. Mos harroni të më shtypni një subscribe, like dhe share, sepse kështu më mbështesni mua, duket si kështu subscribe, like dhe share, por e dua një like, është shumë e vërtetë që e dua një like, e dua edhe një share, më ndihmon shumë, po mos harroni ta bëni edhe një koment. Ju dua shumë, bye bye, shihemi në një video tjetër.